Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Tiranës u bë mikpritësja e një trofeu historik të motorsportit. Gentian Shaqiri, kampioni i parë i Shqipërisë në Formula 3, bëriti jo vetëm me kupën e tij, por me një mision për të frymëzuar. Shumë faleminderit që jeni këtu. Besoj që është një moment shumë i veçantë për motorsportin, por edhe për Fakultetin e Ekonomisë. Pas suksesit të tij qëndron modeli Renault Tatus 2000, një makinë garash ultra e lehtë dhe e fuqishme, e ndërtuar për shpejtësi dhe precizion. Asnjëherë mos mendoni që nëse dështoni nuk bën për ju. Guxoni, insistoni, vazhdoni dhe mendoj që do të arrini dhe suksesin. Ngjarja shënohet gjithashtu nisjen e UTEK nga Jute, një nismë edukimi fintech në bashkëpunim me Fakultetin e Ekonomisë, e krijuar për të pajisur studentët me aftësi praktike financiare për epokën digjitale. Po e nisni bashkëpunimin shumë fuqishëm dhe bashkëpunimi do të vazhdojë i tillë ndërmjet fakultetit dhe Jutes.